Zona me gjithsej rreth mbi 6.000 hektar. 6.000 hektar janë zona ekstrateritoriale, po i konsiderojnë që administrohen nga serbët brenda Kosovës. Fotoja tjetër? Këtu shihet se si brenda qytetit të Lipjanit është një zonë e tillë ekstrateritoriale e cila thjesht do ta shndroj Lipjanin në një Mitrovic të dytë. Tash këndej pari mund të kalohet. Përse është ndarë kështu? Përse është ndarë? Për shkak se këtu ndodhet një manastir, i cili quhet Manastiri i Shën Florit dhe Laurelit, që janë në fakt datojnë qysh nga koha e lire. Po. Domethënë, edhe para krishterizmit ato kanë qenë aty. Po, ato kanë qenë aty. Po. Fotoja tjetër e këtu shihet, kjo vija e gjelbër këtu është zona ekstrateritoriale në dalje të Prizrenit, manastiri i Kryengjëllve, ose Shën Arhangjeli si e quajnë. Është me rëndësi që të vret këtu se si i marrin kuotat e larta malore. Pra, nuk ndalen në Lugin, por e marrin edhe malin, sepse kuotat e larta malore kanë rëndësi strategjike, ushtarake. Domethënë, aty i vendos antenat, i vendos snajperët, i vendos bombarduesit, dhe në këtë mënyrë dëshirojnë që të krijojnë këso ambasadash që nuk janë vetëm të rëndësishme. Sa hektar është kjo zonë? Kjo është diku rreth 300 hektar. 300 hektar për një manastir që i gjithi nuk mund të jetë as 2 hektarëve. Tamam. Po, ka foto tjetër? Ngjajshëm, plani antisarit e parasheh një Kosovë shumë të rrezikuar dhe sa i përket decentralizimit. Kështu, me ngjyrë të kuqe, janë 5 komuna që i kontrollon Serbia aktualisht. Shtërpsa, çfarë do të kontrollon Serbia aktualisht? I ka strukturat paralele aty, që janë do thotë që aktualisht këtë komunë, këtë komunë e qeverisin serbët? Po, definitivisht, domethënë aty janë zyrtarët e ministrive të qeverisë serbisë. Zyrtarët e ministrive të qeverisë serbisë, pra të serbisë të Beogradit, jo të serbëve të Kosovës. Serbisë Beogradit. Pra brenda territorit kosovar, ky territor me të kuqe administrohet ende nga Serbia? Po, këtu ta zëm, ka edhe kufizim në lirinë e lëvizjes, por sa hyn në Shtërps, atëherë aty të pret një post-blok, ku të legjitimojnë për të hyrë brenda. Në komunën e Shtërpsës. Dhe këto po pjesë me pasaportën e Republikës Kosovës, hyn dot në këtë territor? Këta nuk e di, nuk kanë provu askush të hyjë me Republikën e Kosovës, por këta i njohin dokumentet e UNMIK-ut. Këtu patrollon nganjëherë me të rroll KFOR-i dhe policia e UNMIK-ut, mirë po jo edhe shqiptarët. Tash në Novobërd megjithatë ka shumë shqiptar, e tash plani antisarit e trefishon Novobërdën, duke e zgjeruar atë, mandej e bën komunën e Ranilugut, komunën e Parteshit, komunën e Klokotit të Graçanisë. Me ngjyrë roz, me ngjyrë roz, po. Këto janë territor në administrim serb apo të përbashkët? Aktualisht janë të përbashkët, mirë po, këto i bën plotësisht serbe plani antisarit, dhe e shihni ku është qëllimi. Qëllimi është që këto të ndërlidhen me njëra tjetrën dhe të krijohet një kanton serb në anën lindore të Kosovës, ngjajshëm sikurse në veri, me çrast Presheva dhe Bujanovci do të ndashin dhe do të izoloheshin nga Kosova. Ndërkaq sa i përket veriut, Serbia dëshiron që ta zgjerojë ka veri perëndimi me komunat e bojës planit antisarit? Këto janë pjesë të planit Ban Ki-moonit. Ban Ki-moonit. Sepse Ban Ki-mooni çdo fshat serbe. Nëse plani Atisari kishte territoret me të kuqe që i qëndronin në administrim serb dhe këto me roz që administrohen në mënyrë të përbashkët, po më shumë prej serbëve, Ban Ki-mooni shton dhe këto territore? Shton edhe këto me ngjyrë të kaltër. Po këto me ngjyrë të kaltër çfarë janë? Këto janë vende me shumicë serbe, të cilat nuk janë kuadër të komunave të Ahtisarit, e që në fakt tash sipas pikave të Ban Ki-moonit do ta kenë policinë e ndarë, gjyqësinë e ndarë dhe çdo gjë tjetër. Pra, në një farë mënyrë brenda territorit të Kosovës, të gjitha këto njolla me ngjyra të ndryshme mund në një rast pra të mundshëm të kthehen në territore ku nuk kontrollojnë dot, janë jashtë kontrollit të qeverisë Kosovës. Sa përqind e territorit Kosovës? Kjo gjithsej aktualisht është rreth qereku, po do të mund shkojë deri te 1/3 e territorit Kosovës. Deri në 30% territorit Kosovës? Edhe e shihni këtu tash. Këtu ka enklav shqiptare tash me ngjyrë të bardhë. Aktualisht serbët janë enklav, por këtu është fshati Bresals në komunën e Gjilanit, kjo do të bëhet enklav shqiptare. Pra, aktualisht enklavat janë serbe. Mirë po që se zbatohet plani Ahtisarit dhe Ban Ki-moonit, këta do të mund të ndërlidhen territorialisht dhe shqiptarët përfundojnë të enklavizuar. Ka rrezik që kjo të ndodh? Ka rrezik sepse sa është popullata e Kosovës aktualisht? Popullata e Kosovës thuhet të jetë diku rreth 2,5 milionë. Nuk ka regjistrim? Nuk ka regjistrim që prej vitit 1981, me qëllim sepse duan që në regjistrimin e ardhshëm, vitin 2011 ose 2012, dëshirojnë që t'ja krijojnë shqiptarëve mundësinë që të deklarohen edhe kosovar, po kjo është një temë tjetër. Se në Kosovë më tepër se sa shtet ndërtim ka komb formim.
atëherë po i kthehem edhe një herë. Po, këtu shihen 4 vilajetet shqiptare dhe shihet shihet se si në fakt Shqipëria nuk përbën as gjysmën e këtyre 4 vilajeteve dhe tash vilajeti i Shkodrës, i Kosovës, i Manastirit dhe Janinës. Domethënë vazhdimisht na është rrudhur territori dhe tash po shihet që edhe me decentralizim rrudhja po vazhdon. Shqipëria i ka kufit shumë të sigurt sepse është rrethuar me shqiptar, mbase përveç në Greqi ku janë dëbuar shqiptarët prej qeverisë. Po gjithsesi ka fshatra shqiptare. Vetëm domethënë qëllimi është që edhe i Greqisë edhe i Serbisë që të rrudhen trevat shqiptare dhe neve na rritet liria e mirëqenia, po na humbet territori. Prandaj është shumë e rëndësishme që të rritet ndjeshmëria e shqiptarëve për territorin kolektiv, për arealin që ata e popullojnë në Ballkan. Ma kthe dhe njerë hartën e Kosovës, lutem, doja ty pyesje diçka, zoti Kurti, ju thatë që popullata e Kosovës është rreth 2.500.000 banor. Sa prej tyre janë serb? 132.000, vetëm kaq. 132.000. Po, mirë po ata kanë shumë territor. Pra 132.000 do të thonë rreth 3%. 2% po. Jo, 5% afërsisht. Ata kanë shumë pak banor, por kanë shumë territor. Shqiptarët janë për 5% të popullatës kanë afro 15-20% territori? Tamam. Vetëm po përkujtojmë shikuesve në Bosnjë, serbët janë 1/3, por e kanë gjysmën e Bosnjës. Kudo që janë serbët, kanë pak popullat, e kanë shumë territor, sepse atje vazhdon të mbetet kategoria kryesore politike territori. A rrezikon një ndarje mundshme e Kosovës nëse Kosova enklavizohet ose kantonizohet kështu? Po ekziston mundësia për ndarje, mirë po Serbia nuk e nën ndarjen përfundimtare, e don ndarjen e brendshme të Kosovës. E don një republikë serbe brenda Kosovës, nëpërmjet të cilës do të mund ta kontrollonte tërë Kosovën. Pra aspiratët e Serbisë janë për tërë Kosovën dhe ajo dëshiron që si një kal të Trojës të ketë brenda këto enklava këtu dhe mundësisht që t'i lidhë territorialisht në mënyrë që ta forcojë pozicionin e saj për brenda. Këtu ka investime të mëdha. Po serbët e Kosovës nuk e kanë pranuar EULEX-in. Serbët nuk e kanë pranuar, mirë po EULEX-i po shtrihet në bazë të 6 pikëshit, Beogradi e ka pranuar dhe ai mbase tash do ta zbatojë rezolutin 1244, do të jetë neutral ka shi statusi, që do të thotë se pranon pavarësinë dhe regjia mos ta lëvizë hartën, mund të vazhdojmë bisedën, po? Dhe një problem tjetër i madh me EULEX-in është që do të ketë fuqi ekzekutive. Pra do të kenë mundësi që të shkarkojnë ministrat tonë dhe të ndryshojnë ligjet tona me këto fuqi ekzekutive. Si mund të shkarkojnë ministrat tuaj? Për shembull, në bazë të dokumentit të veprimit të përbashkët të Këshillit të BE-s, ata kanë të drejtë që të jenë instanca e fundit supreme një farë vendimi që del arbitrar. Për shembull, Ivde Kermaboni mund ta shkarkojë një epror të policisë së Kosovës nëse ai ministër. Një ministër mund ta shkarkojë Peter Fejthi. Pra, ministrin e shkarkon Peter Fejthi. Pra, ne kemi një sundim ndërkombëtar i cili është qeveri mbi qeverinë. Ngjajshëm sikurse në Bosnjë ku është Miroslav Lajçak, ai slovaku i cili dirigjon me komplet politikën e Bosnjës. Në vend se Serbia të jetë në administrim ndërkombëtar, në vend se të qarmatoset ushtria e Serbisë, ka ndodhur kundërta, është qarmatos RUÇK-ja dhe Kosova dhe Bosnja që janë dy shoqëri të viktimave ndodhen në protektorat ndërkombëtar. Zoti Kurti, duke diskutuar mbi planin e Ban Ki-moonit, mbi EULEX-in dhe gjithçka që mund të sjellë Kosovën, ka pasur një teori që është nënze ose drejt për drejt në Shqipëri, që në rast se Kosova do shkojë drejt kantonizimit dhe drejt ndarjes, siç mund të ndodh, po i marrim gjithmonë hipotezë, atëherë pjesa shqiptare e Kosovës i lind e drejta automatikisht bashkohet me Shqipërinë. Unë mendoj që këtë drejt duhet ta kemi edhe pa u ndarë Kosova. Ç'do të thënë kjo? Kjo do të thonë që pavarësia një mend matet përmes së drejtës për të bashkuar me Shqipërinë. Nuk jemi një mend të pavarur nëse ne sanksionojmë të drejtën për të bashkuar me Shqipërinë. Por kjo gjithsesi krijon një problem për arsye të minorancave serbe në Kosovë. Po nuk ka më shumë serb në Kosovë se sa shqiptar në Serbi. Dhe më thënë, stabilitetin sa janë shqiptarët në Preshev, Medvej? Janë diku rreth 90.000, por ka edhe shqiptar në Vojvodin, ka shqiptar në Beograd e kështu me radhë. Serbia ka 82% serb, Kosova ka 92% shqiptar. Homogeniteti etnik është shumë më i madh i Kosovës se sa i Serbisë. Sepse Serbia ka Sanxhakun, i ka hungarezët në Vojvodinë e kështu me radhë. A mund të ketë një tentativë për ta ndarë Kosovën me Serbinë me mirë kuptim? Mendoj që jo, për shkak se Serbia e don edhe veriun e Kosovës, edhe luginën e Preshevës, edhe Anamoravën, Serbia don tepër shumë. E vetmja mundësi si Serbia të heqë dorë nga Kosova, por natyrisht pa veriun, do të ishte nëse ajo kompenzohet me Republikën Serbe në Bosnjë. Gjë që mund ta bëjë vetë Republika Serbska. Mund ta bëjë, mirë po faktorët ndërkombëtar, muslimanët që janë atje,
Po që besa edhe kroatët nuk janë aq dakord për këtë punë. Në të gjitha versionet gjithsesi veriu i Kosovës mbetet jashtë territorit kosovar? Mbetet aktualisht jashtë territorit kosovar, por Sa është qeveria e Kosovës do duhet ta në integron. zonën e Mitrovicës, sa është përqindja midis serbëve dhe shqiptarëve raporti? Po shqiptarë janë vetëm 4000 banorë tash atje. Po. Por në vitin 2000, para syve të